energjinë elektrike. E ka praktisur SPAK-u SHUBA dhe BE apo jo? Do bëjmë diçka. Shiko. Ne du ta shikojmë çështjen në tërësi. Ne jemi në një proces. Shqipëria është një proces. Unë këtu bashkohem me zhlimen. A e kemi seriozisht në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian? Jo. Se kemi, sepse kryeministri i Shqipërisë nuk e ka. Në rast se ti vazhdon me politikën e jashtme, ashtu siç dërdëllis me politikën e brendshme, shqiptarët janë mësuar kush e gënjen më shumë, shqiptarët i besojnë më shumë. SHUBA-ja e ka praktisur apo jo SPAK-un sot? Jo, për mua jo. Pse? Sepse unë shikoj. Tehu i evropianëve dhe i amerikanëve drejtohet drejt për së drejti. Thonë Edi Rama dhe qeveria shqiptare, thot gjermanët tani, edhe jo vetëm gjermanët, por 9 shtete, thonë kanë devijuar vijën e sjelljes në raport me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Pra nuk e kanë një veprim sporadik, po e kanë një vijë të devijuar. Ta kanë thënë troq. Amerikanët ka kohë që ja kanë lënë Shqipërinë në dorë e Evropës në raport me kornizimin, në raport me procesin e qeljes së kapitujve. Problemi qëndron ke serioziteti jonë që jemi. Ne kemi parë kryeministrin e Shqipërisë me turra vrap me gjithë grupin ku shkonte për të qelë kapitujt. Kur plasi deklarata e gjermanëve dhe 9 shteteve tjera që ka deviju vijën e sjelljes, Edi Rama nuk shkon ma në Evropë. Mbledh studentët dhe mbledh katonarët e periferisë Tiranës dhe ju thotë, jo, procesi i integrimit vazhdon me ritme të larta. Pra, ne kemi këtë kryeministër pa përgjegjshëm, i cili ju tha shqiptarëve që Begeti nuk do të morë edhe 100 leku nga xhepat e shqiptarëve. Plot 128 milion euro. E ki i humbi dhe po i paguim, vetëm po i kapim veshin e majt me dorën e djathtë, po na e merr nëpërmjet ka procedura të tjera për t'i marrë, nuk ngjelet pa i marrë. E dyta. Kryeministri i Shqipërisë u qas me 2 standarde në raport me krerët e Partisë Socialiste dhe zyrtarët e lartë Partisë Socialiste. Edhe në deklaratat që fillimisht tha Partia Socialiste nuk bëhet avokat i kërkuj, dhe në krahun tjetër foli 3 ditë, po s'foli ma për Velia, një nga udhëheqësit politik më të qëndësishëm, sepse drejtuesi i kryeqytetit të Shqipërisë, dhe pastaj e lëshoi, dhe jo vetëm e lëshoi, po edhe e sulmoi, shkoi pushtoi dhe shtëpinë, ja ndryshoi dhe këshillin, ja bëni paçavure, ja përzuri dhe kret njerëzit besnik të kishin vajtur Velia sot në Mfal dhe Beqejt për kontroll. SPAK-u. Dhe në rastin tjetër, kur erdhëm tek rasti i Belinda Ballukut, bëri avokatin deri në gjykatë kushtetuese. Ai nuk e pati përplasje kompetencash të drejtësisë me ekzekutivin, pushtetin ekzekutiv. E pati përplasje vetëm për të mbrojtur Belinda Ballukun, se prapa Belindës është vetë komandanti. Ne pam kryeministrin duke u qarravitur me paturpsinë më të madhe në konferencë përpara gjithë atyre gazetarëve, duke thënë që Mirlinda Karçanaj, një punonjëse ekselente e administratës publike, që është edhe pa shtëpi. Në një kohë kur vetëm me burrin e parë ka 4 shtëpia që janë të regjistruar me burrin e parë, dhe për çdo burr tjetër që ka marrë emra pas ka vila. Dhe doli që SPAK-u i ka verifikuar që ka vila. Pra, një kryeministër që për atë që e lëshon thot 1001 të zezat për Arben Ahmetajn, dhe po të kisha qenë gjykatës doja bëja më keq e prokuror, kurse për këta ku është implikuar bashkë me ta, bën të pamundur për ta mbrojtur. Ndaj dhe e kam këtë përplasje me zhlimen, jo në çështje pikpamjesh, por në çështje perceptimi, sepse një kryeministër që mendon dhe vepron për Shqipërinë dhe për shqiptarët, duhet t'i thotë të zezës, të bardhës të bardhë. Okej. Por, në rast se një kryeministër del dhe mbron linjat e korrupsionit që të çel tek familja e vet, siç është Akshi, dhe tek infrastruktura që nuk ka ngel mik i tij pa marr copat nga më të mëdhat, edhe vet, sepse në fund do vi koha që askujt nuk i ka shkuar ndërmend që mund të mbyllet një vit Sali Berisha në katë 9 për një kundërshtim që i bëri organeve drejtësisë.
sepse fundit ajo çështja e Partizanit do jetë një flusk sapuni, që jam i bindur në vetvete që kur nuk mund të ndodhi. Nuk mund të ndodhi, sepse lejet e ndërtimit i ka dhënë vetë Edi Rama. Këtu vjen tek logjika e zhvillimit pastaj, statistikat. Po, ajo. Po s'kam fare. Po ajo s'ka, jo, më vjen keq. Jo, po them. Më vjen keq. Unë ta pranova çështjen po nuk pranova perceptimin, sepse perceptimin unë e perceptoj ndryshe, ti e percepton ndryshe. Në pikpamje të ideve dhe funksionimit të shtetit shqiptar, çdo shqiptar e lexon se ku qalon problemi. Kur kryeministri i Shqipërisë në çdo dalje publike del dhe gënjen, dhe del dhe denoncon dhe poshtron qoftë edhe një gazetare që po jo më thot qytetarëve shqiptarë burg për gjithë. Ne kemi ngel të ja bëjmë Ajuto Ambrozia. Ajuta. Në Ambrozia, se vetëm Ambrozia e nxjerr nga binarët të Edi Ramën. Edhe na shpëton ne shqiptarëve. Pra që e diskrediton. Problemi qëndron që nëse një pushtet ekzekutiv është arrogant, prepotent, do lëjë gjurmë edhe ke prokurori, do lëjë gjurmë edhe ke gazetari, do lëjë gjurmë edhe ke gjyqtari, do lëjë gjurmë edhe ke drejtori i policisë. E din ti për shembull pse është pushuar nga puna drejtori i përgjithshëm i policisë? Jo. Ja ka thënë shqiptarëve Edi Rama. Jo. Cili ishte shkaku? Se ka thënë. Ka mandat më zotri. Goditja e Vilës. Jo, goditja e Vilës nuk është shkas. Jo. Po kush e vlerësoi? Kush e vlerësoi? Zoti Rama vlerësoi. Atëherë, pse nuk e shkarkoi zëvendës kryeministrën dhe ministrën e infrastrukturës kur ju shemën rrugët për keq menaxhim? Po të flasim për keq menaxhim. Si mos më kap mat. Jo, të kapi mat. Sepse nëse ti më shkarkon nga detyra se nuk mbrojta Vilën, që se kam unë detyrë ta mbroj Vilën, se nuk ruhet me policë të shtetit, se nuk është objekt i rëndësisë shtetërore, atëherë pse i gënjeve shqiptarët që Belinda Balluku më ka dhënë 3 herë dorëheqjen? Ku e ke aktin? Jo, prit, të them diçka tjetër. Po aktin e drejtorit përgjithshëm të policisë. Prit. Ku është akti? Pse nuk e boton ti si gazetar? Jo, atë them diçka. Jo, dorëheq. Jo, shkarkim. Ndjes Ardheliu ishte dorëheqje. Edhe ky Proda është shkarkim. Aktin e dorëheqjes, të lutem, firmosë shkarkim. Të lutem. Shkarkim quhet. Motivacioni. Po mirë, një sekond. Po aktin e dorëheqjes kryeministë, të zëvendës kryeministë që kishte dorëzuar. Nuk e ka, se nuk ishte në SMS ishte. Serioziteti dalemi te krimi organizuar dhe policia. Jo, prit një sekond. Serioziteti me cilin i qaset kryeministri opinionit publik për çështje sensitive vlen për të dëshiruar dhe në këtë kontekst merr rrjedhën gjithë forma e qeverisjes, edhe tek organet ligjzbatuese, edhe tek bashkia, edhe tek ministrit. Po mirë, atë lutem, më thuaj edhe këtë të fundit, pse drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit nuk e shkarkoi me rastin e Akshit, kur u kap një punonjës policie dhe shkarkoi për shkak të personale, është personale, është shumë periferike. Në vend tjetër e ka dardha bishtin. Dalemi te krimi i organizuar në Shqipëri. Sa i goditur është dhe sa jo. Të lutem regjia, më kaloj me siglën dhe rikthejmë për diskutim me Shepsi Prenshin dhe Gulse Zhlimën. Krimi organizuar, sigurisht do ta kuptojmë që është një nga ato, le të themi, pjesë hetimore, pra korrupsioni dhe krimi organizuar që i përket SPAK-ut. Edhe çfarë ka ndodhur? Duhet kujtojmë që gjatë mandatit të Altin Dumanit u goditën njësër grupesh aktive kriminale në vendin tonë, të cilat dolën në përgjimet e SkyCC dhe Encrochat, dhe sigurisht pyetja ngrihet që nëse do kishin qenë këto përgjime, do kishte pasur mundësi SPAK-u kapacitete hetimore vullnet për t'i goditur këto grupe. Kjo mbetet një gjë që cilën ne nuk do ta kuptojmë dot kurrë. Mirë, duhet të theksoj që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita i ka pasur takim me një nga drejtuesit e Europol, i cili drejton, le të themi, një nga seksionet për krimin e organizuar, le të themi, dhe krimet e rënda, këto grupet e forta, dhe duke se po forcohet pra një lloj bashkëpunimi midis Europol dhe policisë shqiptare. Europol është agjencia europiane për goditjen e, le të themi, grupeve të ndryshme kriminale të cilat operojnë nëpër vendet e Europës, pra një agjencia ligjzbatuese evropiane që i godet këto, dhe sigurisht afrimi drejt Shqipërisë është një lajm pozitiv dhe është një bashkëpunim pra cilësor duhet ta kuptojmë dhe shpresojmë të shkojë tillë Prenshi, pasi ju e njihni mirë
bashkëpunimin me le të themi autoritete ligjzbatuese të huaja dhe evropiane të kësaj natyre. Në anën tjetër, Skënder Hida, drejtori i përgjithshëm i policisë, ka pasur sot një takim edhe në prokurorinë e posaçme SPAK me drejtuesin Klodian Bravo. Zhdima, tani nisim bashkë, meqense e mbyllëm me Prençin pjesën e parë, tani SPAK-un në raport me grupet kriminale. Statistika apo goditje e cila e shkundi mirë? Statistik dhe asnjë moment nuk do quhet goditje, sepse ju duhet të shikoni që prokuroria e posaçme nuk ka goditur krimin organizuar, sepse vetë statistikat e krimit organizuar në aspektin e operacioneve që kanë ndodhur vazhdimisht, ne shikojmë që punojës policie përfshihen, por gjithmonë në rastet e aksioneve ne kemi parë që këto punojës policie vendosen si statistik për të dhënë tek njerëzit në një pikpamje që shiko janë të përfshirë kaq shumë punojës policie, ku ndërkohë ne s'kemi parë asnjëherë ndonjë prokuror i cili të jetë i përfshirë në grupet kriminale dhe të ketë shërbyer ndaj tyre. Pra nuk e pres nga drejtësia e vjetër, e pres nga drejtësia e re, në rast se themi që të gjithë që kanë të djallëzuar, ndërsa këto ne kemi 20 shenjtorë të SPAK-u, unë nuk e pranoj këtë qasje. Nuk pranoj që 20 njerëz që punojnë në SPAK nuk kanë gjetur rreth vetes tyre një person nga prokuroria apo nga byra kombëtare e timit të janë pjesë e grupeve kriminale. Pse duhet të pranoj unë që punojës policie janë pjesë e grupeve kriminale? Dhe mos harroni edhe një fakt tjetër, nuk kemi të bëjmë me një aktivizim. Edhe një herë, nuk kemi të bëjmë me një aktivizim të prokurorisë së posaçme, kemi të bëjmë me komunikime midis grupeve të ndryshme ose rrjetit të grupit, i cili ka bërë komunikime, por këto komunikime nuk na provojnë fajsinë e personit dhe as faktin penal. Pse kjo gjë? Sepse nuk kemi të bëjmë me një fakt ose një vepër penale e cila hetohet në kushtet e flagrancës. Aty ti duhet të tregosh vigjilencën, profesionalizmin dhe patjetër të marrësh këto komunikime dhe t'i lidhësh dhe të prodhojnë provën. Prova nuk është ajo çfarë kemi komunikuar ne, për të rritur ose më mirë për të treguar sikur ne jemi në të vërtet njerëz të cilët kemi bërë trafikim, për të treguar tek miqtë tanë të cilët të flasim se sa të aftë jemi në punën tonë. Pra, këto komunikime kanë qenë thjesht komunikime justifikuese midis grupeve të ndryshme dyshuar kriminale, sepse unë nuk mund t'i them për shkak se nuk kam kaq shumë njohuri me grupet kriminale në kuptimin e emrave të tyre, por ajo që unë mund të kuptoj është kjo që e vërteta është që grupet kriminale nuk janë futur kurrë në burg dhe ato qëndrojnë jashtë burgut. Dhe unë mendoj që ata që ju shikoni sot janë thjesht statistika, sepse kjo është loja që prodhon policia e shtetit, e konvertuar tani policia e partisë dhe prokuroria e SPAK-ut, e cila është konvertuar si krimet e rënda, e cila është nga plepat 1 në plepat 2. Pra, mos shikoni që se si funksionon dhe punon. Në rast se prokurorët e SPAK-ut, 20 shenjtorët, do të kishin punuar ashtu siç duhet, ne sot nuk do të kishim në asnjë moment dhe në asnjë rrethan kaq kriminalitet të lartë dhe sot ne nuk do të kishim rastin e Rinasit dhe jo vetëm rast i cili thuhet nga ndërkombëtarët që prokuroria shqiptare nuk punon. Prokuroria shqiptare pret gati recetat, pret gati dosjet, sepse është e paaft dhe ka frikë të përballëhet me krimin organizuar. Dhe kjo është e vërteta. Nuk mundesh tani të marrësh disa individ këtu, të më vendosësh po ka frikë. Nuk mundesh ti krimin organizuar të arrestosh kur është brenda në burg. Është e pamundur kjo, sepse ti krijon statistika. Ke dyshime që ndonjë moment prokurorët të SPAK-ut mund të kenë gjetur një gjuhë të përbashkët me krimin organizuar? Unë jam i bindur që ata janë pjesë e gjuhës së përbashkët të vazhdueshme, sepse nuk mundesh, po t'jap një rast. Nuk mundet një person që është në burg, pra një person i quajtur i rrezikshëm, grupi strukturar kriminal, dhe ti pothuajse për të njëjtin episod e kap me metoda të ndryshme dhe ai çuditërisht është në paraburgim. Pra, është si puna e incenatorëve. Arrestohen këta të incenatorëve, janë të njëjtët, a kupton? Po janë në burg, po pse do të? Po jo, ti bo statistik. Pse çfarë thua? Thi,
Po të njëjtat persona ti i fut përsëri vendos në statistikën vjetore. Pra, themi për politikanët, çfarë thot ai? Kam arrestuar 5 politikanë dhe i vendos. Ka qenë ministër, zëvendës kryeministër, ka qenë ministër, zëvendës kryetar kuvendi. Pra, në statistikën e SPAK-ut, ndëgjoj mua, për sa i përket dhe grupeve kriminale të njëjtën gjë shikon ti. Janë arrestuar 100 banda kriminale, janë arrestuar 100 politikanë, populli dhe të huajt në kontakte. Wow, sa një personazh kriminal që ka vrarë 4 veta dhe në 4 vrasë në marrë akuzë të njëjtë. Edhe një herë nuk ndodh kur kjo gjë, vetëm në Shqipëri ndodh. E ke në burg i çon 100 herë mas sigurie thjesht për të justifikuar dështimin. Pse? Ka shumë kriminella ishin këta që po i kenë burg edhe këta tani prapë bëjnë krime edhe brenda burgut. Është shumë e çuditshme zotëri. Pra do thot, vetëm aty që ka kriminaliteti, po këtu jashtë që bënami kriminalitet, çfarë po i bën? Se s'ta mban, se nuk ta mban. Sepse krimi organizuar, grupet e organizata kriminale janë jashtë, do jenë jashtë, sepse prokurorët e SPAK-ut dhe policia e partisë ka frikë nga grupet kriminale. Grupet kriminale nuk janë këto që kapen atje në burg. Grupet janë më të rënda se kaq, por nuk kanë guximin, po ta dija unë në kuptimin pra ti jo duhem, pra po nuk e kam unë për detyrë. Por nuk janë ban zotëri, se vetë prokurorët e SPAK-ut janë në pengmarrje. Ka kush, ka këto grupe? Po ka kush, ka mua jam në pengmarrje. Prençi, mendon kështu? Shiko, ka frikë SPAK-ut i godasin? Do ta nis te kjo thënie e fundit të zotit Zhlima dhe pastaj do të dalim me këtë pyetje që ju na adresuat që në nisje të kësaj pjese të emisionit. Unë nuk besoj që ndonjë eksponent i botës së krimit ka ngelur pa u arrestuar në flagrancë, pa u shoqëruar, pa u hetuar, pa u dënuar ndonjëherë. Kam përfituar nga boshllëqet e sistemit, nga kalbëzimi i sistemit, kjo është çështje tjetër. Unë ditë ju them që e kam përjetuar vetë dhe e kam hequr mbi kurriz operacionin që ka organizuar policia shqiptare në bashkëpunim me prokurorinë e përgjithshme dhe prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm në gjitha qarqet e Shqipërisë në vitin 2005-2007. 104 grupe kriminale, mbi 1400 të arrestuar, të hetuar, të dënuar edhe me burgim përjetshëm mbi 37 persona. Të dënuar me burgim përjetshëm. Një pjesë prej të cilëve për më pas nga drejtësia e reformuar, janë nxjerrë, janë liruar, janë favorizuar dhe janë prapë në burg, sepse nuk heqin dorë nga aktiviteti kriminal. Pra në këtë pikpamje, unë nuk mund të them që organizata e policisë nuk ka funksionuar. Ka funksionuar, i ka kapur, i ka arrestuar, i ka hetuar, i ka provuar dhe kanë marrë dënim. Çfarë i ka bërë sistemi i drejtësisë i kalbëzuar në Shqipëri nuk është përgjegjësi e policisë shtetit. Jo, sistemi politikës që ka përdorur për fushat dhe pastaj. Pikërisht, pra tani shkojmë. Në krye të herës na bëhet një pyetje, na thatë lidhur me problemin e takimeve që ka bërë kreu i SPAK-ut me drejtorin e përgjithshëm të policisë Skënder Hitej, si dhe me përfaqësues të Europolit. Europolit po. Një nga seksionet të cilin merret me grupet më të rrezikshme kriminale, krimet më të rënda. Tani do shkojmë. E para takimi i kreut të SPAK-ut me kreun e policisë është takim protokollar që ka të bëjë me startimin e punës, duke qenë se zoti Brava e ka marrë detyrën pak më herët. Jam të duket se ajo task force zgjedhore, ajo ky ishte këtë takim. Jo task. Task force. Domethënë që edhe e ka thirrur në jo ka patur dhe një problem, po do ta them më. Ka patur dhe një takim Dumani një ditë pas arrestimit të Ilir Metës me Ilir Prodën, ku janë debatuar egër shkelja e procedurave të arrestimit. Do dali. Se pas ka pas fajin SPAK. Është e incizuar. Jo, asnjëherë se ka. Shiko, jo. Të gjithë tjerët e kanë. Shiko, është nga tasi që të rrinë te krimi organizuar, të rrinë te krimi organizuar. Do dali, e diskutuam çështjen e emrit. Inshallah e kemi jetën e gjatë, është audio dhe video takimi i tyre ku është debatuar mbi shkeljen e praktikës e procedurës standarde. Rrinë te krimi organizuar. Tani, takimi ka qenë protokollar, është këtë normale që kreu i SPAK-ut, me qëse kishte 4 muaj që kishte marrë detyrën dhe drejtori i përgjithshëm i policisë sapo ka filluar detyrën, edhe për shkak se kishte një farë ngrirje me marrëdhëniet me ish drejtorin e përgjithshëm të policisë, për shkak të kushteve juridike në të cilat ai ndodhej,
edhe stresit që kishte kapur, se kishte telefonin e bllokuar, kishte probleme me drejtsinë, ishte drejtori i përgjithshëm. Foni për zotin Prodha. Po, ky takimi që bëhet me zotin Skënder Hitaj, një drejtues policie me integritet deri në ditët e sotme, që s'është marrë peng, që e ka ndjekur karrierën në mënyrë graduale, të vazhdueshme,